450.000 euro gjop për Karim Adeyemin dhe Loredana Zefin? Partneri Loredana Zefit dhe njëkohësisht sulmuesi i kombëtares gjermane dhe një lojtar i Borussia Dortmundit është gjobitur nga autoritetet gjermane me një gjop prej 450.000 eurosh. Vendimi vjen pasi një vit më parë në shtëpinë e banimit të Karim Adeyemit dhe Loredana Zefit janë gjetur 2 armë të cilat janë të konsideruara nga autoritetet gjermane si të ndaluara. Menaxheri i Adeyemit ndërkohë tha se ato nuk ishin blerë qëllimisht nga çifti, por ishin pjesë e një mystery box që ishin porositur në TikTok. Nga ana tjetër, autoritetet gjermane nuk e kanë marrë parasysh këtë fakt dhe kanë vendosur që kjo gjop të ndahet në shumën prej 7.500 eurosh çdo muaj për 60 muaj. Një deklarat ka ardhur dhe nga klubi futbollistit ku është shprehur se e merr shumë seriozisht çdo çështje penale dhe se kjo është një goditje shumë e rëndë për imazhin e tij si lojtar. Thuhet ndër të tjera se Borussia Dortmund do të hapi dhe një hetim të brendshëm për këtë lojtar.